Një krim i rënd tronditi opinionin publik në Itali dhe Shqipëri më 14 qershor. Gentiana Hodhra, 45 vjeçe, u vra me thik në mes të një parku në qytetin Marche nga ish bashkëshorti i saj, Nikolaj Hodhra, 55 vjeç, me të cilin ishte ndarë që prej vitit 2021. Ngjarja ndodhi pak pas orës 19:45 në zonën qendrore të Viale Benaduzzi. Gentiana po shkonte drejt punës, kur një debat i dhunshëm me ish bashkëshortin degeneroi në tragjedi. Nikolaçi nxori një thik me 18 cm dhe e goditi ish gruan disa herë. Më pas, sipas dëshmitarëve, ai vazhdoi ta godiste me shkelma ndërsa ajo qëndronte e pafuqishme në tokë. Një prej kalimtarëve tha, dëgjova britma. E pash burrin duke e goditur me shkelma. Ajo ra në tokë dhe nuk lëvizte më. Ishte shumë gjatë. Ai ishte ulur në një stol dhe duke i qetë. Thoshte, unë e bëra. Jam mirë. Po pres, djali i çiftit, Mario, i cili së bashku me motrën 21 vjeçare jetonin me nënën, rrëfeu për mediat një detaj tronditës, shkova të haja akullore me babin. Pastaj ai vrau mamin. Autori i krimit, tashmë në duart e drejtësisë, deklaroi para hetuesve se kishte menduar të kryente këtë akt disa herë gjatë muajit të fundit. Ai pretendoi se e bëri për të shpëtuar fëmijët. Por në të vërtetë, fëmijët të rritur tashmë ishin në mbështetje të plotë të nënës së tyre. Trupi i Gentianës është dërguar për autopsi, ndërsa hetimet po vazhdojnë në drejtimin e prokurorit publik Enrico Riccioni. Ky është një nga ato krime që nuk duhet të harrohet. Jo vetëm për të kujtuar Gentianën, por për të ngritur zërin ndaj dhunës në familje dhe për të mbrojtur jetët e pafajshme.